veshje të mrekullueshme të Hasit nga pjesa e Kosovës. Flori, regjisori jon, i bën një panoramim të kujdesshëm. Shikoni ju se çfarë punimi i jashtëzakonshëm me dorë o me tezgjah, po gjithsesi tregon nivelin e lartë artistik të gjithë veshjeve shqiptare. Ja, ku është për të kuptuar ju. Edhe kjo pjesa tek Beli, kjo gati më duket si mbretërore, si perandorake. Eralda, tani është momenti që të ulesh. E keni fjalën për kollanin? E kam, po, eksaktësisht. Duken e ka shumë madhështore, por funksionin e ka krejt praktik, nëse do dëgjojë vendaset. Zona ku vishet kjo Hasi, pjesës Kosovës, ka vuajtur për ujë. Të paktën këtë shpjegim na kanë dhënë në terren. Ka vuajtur për ujë, edhe gratë mbanin bucelat e ujit te kjo pjesë, te këto dy anët. Ose kur kishin fëmijë të vegjël, në një anë mbanin bucelën, në anën tjetër djepin. Mirë se erdhe në program. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Përpara 30 vjetësh, do kishte qenë shumë e vështirë, nga pikpamja editoriale, duhe justifikuar fort, por mbas 30 vjetësh ka një transformim të jashtëzakonshëm. Njerëzit nuk kanë nevojë më për televizionin, sepse komunikojnë në publik. Këtë gjë ke bërë ti dhe ke krijuar një, mua më vjen shumë për të qeshur me termin influencer për shumë vajza e djemt, të cilët e pretendojnë, po vërtet në qoftë se ka një influencer që po influencon duke bërë një mision shumë të veçantë të bërë të rinjohjes së vlerave të jashtëzakonshme etnografike të veshjeve të Shqipërisë. Kështu që praktikisht ti ke bërë vetë vend editorialisht vetes në program. Skusha, më shumë se s'duhet të jetë faqekuqe nusja e Hasit. Të falenderoj shumë. Sa veshje ke provuar ti? 75. Dhe unë kam mësuar që ti ke dhe disa veshje, o ti dhe kolegët... Miqtë e mi, jemi një grup i vogël. Është ndërtuar një strukturë për këtë? Do të thonë, ka një shoqat? Jo, absolutisht. Është vetëm një grupim miq? Grupim miq, krejt individi jemi bashkuar, e kemi pasion, ose më saktë nisëm si pasion, tashti më vonë u kthyer në shqetësim, tani na është kthyer në mision, quaje, detyrim, qytetar, patriotik, megjithëse mund të tingëlloj pak sa kështu e rënd kjo fjalë ose qesharake, se patriotizmi kështu lloj nocioni është ndërruar sot për fat keq, por e ndjejmë detyrim, e ndjejmë përgjegjësi që sa të mundemi t'i dalim për Zot, ne po bëjmë tonën, kostumografisë popullore. Sidomos jemi të përqendruar tek linja e nusës shqiptare. Veshja e nusës shqiptare, për të gjitha trevat brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë, sepse dua ta theksoj, këtu historikisht në Shqipëri asnjëherë nuk janë ekspozuar, edhe kur ekspozoheshin, edhe kur zotroheshin institucionalisht veshjet, nuk janë ekspozuar veshjet e trevave shqiptare jashtë kufive zyrtar. Dhe një arsye tjetër pse unë kam ardhur me veshjen e Hasit, që i takon komunës Prizrenit, përveç se kjo është një veshje monumentale, që e vlerësoj shumë, e pëlqej shumë, është edhe kjo që në daljet e mia televizive mundohem sa më shumë të ekspozoj pikërisht këto veshje të shqiptarët të Shqipërisë. Ajo që më ka bërë përshtypje tek pjesët që kam parë online është që ti e shoqëron historinë e veshjes me një lloj rrethane politiko-sociale të Shqipërisë gjatë kohërave të ndryshme. Ke madje edhe një sens kritik për njerëz që ndoshta kanë patur emër të madh, por kanë bërë faje kombëtare, kanë qenë kundër kombit të tyre, ose vende që janë zhdukur, janë prishur, janë shkatruar, janë vjedhur, janë tjetërsuar, janë keq përdorur, dhe duket sikur bashkë me dëshirën për të ritreguar ose për të rirën në dashuri me veshje tradicionale të gruas shqiptare, ti ke një shtys edhe për të dhënë përmbajtje dhe kontekst. A mund të di pse? Faleminderit që e ke kapur këtë detaj edhe po e thua kështu, kaq qartë, kaq hapur. Po, unë e kam qëllim në vetvete që bashkë me veshjen të jap edhe një kontekst, sepse
ta kemi një gjë të qartë, Eralda nuk del si modele, unë nuk dal si e bukur, sepse asje pretendoj këtë pikë, nuk jam në modele 2 metroshe, ku di unë, dhe nuk dua që të përshëndrohem, ose nuk e kam këtë si të reklamohem unë, qofte edhe me veshjen, por unë, jo. Tjetë për modele ka vajzat të tjera plot të bukura, që thjesht e veshin edhe ashe ekspozojnë. Puna është që ti duhet ta mbash këtë veshje, ta përjetosh, kupton, dhe ta mbushësh me thelb, me përmbajtje, si mbas kontekstit. Ti e di që në Shqipëri cinikët nuk mungojnë. O, e di shumë mirë. Facebooku mi prezanton vazhdimisht. Ata do kishin thënë që ata në radh parë do ishin përpjekur ta delegjitimonin këtë pasion, pastaj do ishin përpjekur për të gjetur një defekt personal, do të kishin lexuar ndoshta një lloj narcisizmi të fshet dhe të, nuk e di, që lëvrin diku, por në këtë dhe ti nuk je e detyruar t'ja për shpjegime. Po, shumë e drejtë. Domethënë realisht nuk je e detyruar, por në anën tjetër dua të di pse një ngacmim interesant personal o shoqëror mori këtë përmas të këtij detyrimi psikosocial tani më për ta treguar veshjen e jugut të Shqipërisë, veriut të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë Veriut, të Malizisë, shqiptarët ku janë të Kalabrisë. Po, edhe ati kemi qenë. Se kam parë veshjen atje dhe kishte vërtet një wow, ti gjen një element të arbërishtes atje. Pa diskutim, është histori e gjitha aty shkruar. Pra, pse u transformua? Çfarë ndodhi aty brenda? Në gjithë të proces. Po, e thon shqip edhe shkurt, ka vajtur atje ku s'mban më. Ti referohesh indiferencës, menefregizmit dhe mungesës përmbajtjes? Po, totalisht, si popull edhe si qeveri. Në drejtim të paktën të etnokulturës, edhe konkretisht të veshjeve, nuk po dua të bëj si gjithologe, po konkretisht të veshjeve etnografike, situata është për të vënë kujen. Dhe nuk jam duke egzageruar. Pse, çfarë po ndodh një bjerrje të... Po të them që 80% e veshjeve origjinale, autentike të këtij populli janë shtukur nga qarkullimi. Po marrim pellgun e Sarandës, bashkë me Përmet, Tepelen, Gjirokastër, Korç, nuk qarkullon asnjë veshje autentike. Nuk qarkullon më? Nuk ka asnjë veshje autentike. Janë shtukur që pas 90-s. I shitën. Kush i shiti? Ata që ishin të ngarkuar për t'i ruajtur, që presupozoj t'i ruanin, drejtorët, punojësit e qendrave kulturore të atërshme. Këto që ju i keni gjetur, si i keni gjetur? Këto i kemi gjetur në Kosovë, në popull, në terren. Edhe këtu ka ende po të kërkosh. Populli është i madh, edhe është i pasur, edhe është bujar. Po të vesh në terren, se ne nuk bëjmë pushime, as fundjavë, as pushime verore, na beso për këtë, ne jemi gjithkohën në lëvizje. I kërkojmë në popull. Një veshje po them të Bradasheshit, që e dinim të zhdukur, ose më saktë që s'ekzistonte hiç, sepse nuk ishte përmendur as në literaturë, ne e kemi gjetur, mund t'inglloj kështu si e thjeshtë, si qesharake, duke ikur nga Tirana për Elbasan, se e bëjmë shpesh atë rrugë, kemi ndaluar për bler fruta perime, buzrrugës tek një fshatar. Dhe si që na është bërë vesh tani, nuk na rrje, do më thëmë pa e pyetur nga jeti, nga cili fshat, da keni veshje popullore, edhe ajo zonja tha, po e ka vjera, tha, një të Bradasheshit, tha e kështu, ne u hapën syt, pa mund të na jepni, a mund të na e shisni. Po ti them njerë, tha, të flas, tha, edhe i lam numër kontakti, të nesërmen na morin telefon. Vjera, se ka me shef ta shesit, tha, se do të na e lërë neve, ose vajzave të mia, tha. Po, unë tha, s'kam as mosh as qef, tha, vajzat jo se jo, tha, as e din, as e njojnë fare, tha, a vini ma merni, tha, ke parasysh për ta heshur. E morët? Për 150 euro. Po flasë edhe kështu, krejt thjesht, krejt realitetin. Se është edhe një kështu si legjend që, sa kushtojnë. Jo, veshjet e vjetra. Shqiptarët po i hedhin, po i flakin, po i largo, i kam braktisur më sakt. Njëra anë kjo, do më thonë, o i hedhin, ose në... Të tjerë na i falin edhe vetë me ndërgjegje, me dëshirë, në pjesën e Kosovës. Ti ke kuptuar një munges interesi të përgjithshëm në raport me të... Po të huajt? As që e njofin, shqiptarët as që njofin veshjet e tyre. Po të huajt?
të huajt në Në kuptimin, për shembull, nuk njerëzit që të huaj që punojnë e jetojnë në Shqipëri, e din që ju ekzistoni? Si më thënë, keni ju dëshirë për shembull për të bërë një pavion, për të bërë një, për ta treguar për shembull në një ekspozit? Ky koleksion që po ngrejmë, po e pasurojmë, jemi ende në proces grumbullimi, do të shpresojmë dhe urojmë shumë që t'jetë gati brenda vitit që vjen dhe do ta ekspozojmë, ëndra jonë është ta ekspozojmë. Po deri aty ne do kemi vështirësi, këtë e dim, të parat vështirësi financiare për ta ekspozuar. Por optimizmi ynë për momentin na empin atë pjesë të mendjes, nuk na lë të mendojmë fare për këtë vështirësi. Do bëjmë si do bëjmë kur të vijë ajo ditë. Eralda, ti ke veshur shumë veshje të kësaj natyre, i ke treguar historitë që martohen me këto veshje, domethënë natyrisht njerëzit që i kanë mbajtur ato, shpirti i tyre që nuk ekziston më, duhet madhomendje të endet. Po çfarë ke kuptuar? Çfarë është diçka që ti ke kuptuar duke i prekur, duke i mbajtur në të njëjtin ambient? Si më thënë, nëse Dan Browni do fliste për një non-local conscience, që nuk është në trurin tonë, por që ekziston dhe ne kemi receptor për të kuptuar. Çfarë ke kuptuar ti? Atëherë, kam kuptuar shumë, kjo është ndjesia, se kuptuar është shumë konkrete. Kjo është një marrëdhënie kështu, jo shumë e shpjegueshme e artikulueshme me fjalë. Por po të them vetëm kaq. Këto veshje janë jetë shkrimi i popullit. Është rrugtimi historik, rrugtimi kulturor, botë kuptimor. Gjithë këto motive, simbole, që ende nuk i kuptojmë dot, nuk i dëshifrojmë dot, janë domethënë psikologjia popullore që vjen nga thellësia e shekujve. Autenticiteti, ti thjesht e ndjen, madhështia. Ka patur në një veshje të cilën e keni lexuar ndryshe tani, si punën në kuptimin në një motiv, ka aty brenda, nuk e di, gjëra të çuditshme, të cilat ju kanë bërë përshtypje dhe i keni fotografuar? Nuk e di, çfarë? Që Shqiponja duhet të jetë modëmendja gjithandej, po Shqiponja është elementi më vonshëm i futur. Elemente të tjera, hieroglife interesante, diçka mistike. Po ke të xhubletat, ke simbole. Në fakt, simbolet e xhubletave ende nuk është se kanë dalë kompetent që të mund të zbërthejnë, por që arrin t'i dallosh ose kur bëjmë pastrimin bashkë me Dorinën që i shplurosim, i mirëmbajmë. Keni gjetur ju xhubleta? Po, ne kemi bërë 10 xhubleta tashmë e kemi në koleksionin tonë. Të ka shqetësuar fakti që ende xhubleta nuk bën pjesë në komunikimin zyrtar me UNESCO-n që të marri vlerësimin e dur? Nuk është përfunduar si proces. Kam përshtypjen, ndoshta nuk gaboj. Si më thënë, është gjithmonë një marrëdhënie e ndërprer midis shqiptarëve për mrekullitë e tyre dhe institucioneve ndërkombëtare që do duhet të ketë një komunikim të vazhdueshëm. Sigurisht ky është shqetësim, por mua më shumë për xhubletën atë çfarë më shqetëson. Më shqetëson fakti që ajo po tjetërsohet. Tani pasi ka marrë këtë famën e madhe, xhubleta po tjetërsohet pa pikë mëshire. Nga pikpamja e stilit apo kur e riprodhojnë, domethënë po kuturisin ta riprodhojnë, pa ju përmbajtur fare as materialit, as teknikës, as dizajnit, po e mbushin me xhingla, nuk po respektojnë asnjë gjë. Të riprodhoshin xhublet nuk është fare kollaj tashmë. Mund t'jenë me gishtat e dorës ato zonjat e moshuara që mundet të prodhojnë atë lëndën e parë një herë, në tezgja, pastaj t'i shepin ato, ta përpunojnë fjen e leshit, se ka procese, pastaj t'i pregatisin ato ivat horizontale, t'i shepin e ty. Absolutisht, bëjnë aktivitete lokale, të këtë unë sponsorizuara, të tenderizuara, nuk e din vetë, dhe po dalin me ca xhubleta surrogato. Po e masakrojmë xhubletën, ende pa e zyrtarizuar kështu si thoni. Një lloj tallavajizimi edhe i kostumografisë dhe i etnografisë. Fiks, na ka mbyt tallavaja gjithandej në sferën kulturore. Edhe veshjet i ka prekur. Përveç zhdukjes të veshjeve autentike, tjetër shqetësim është pikërisht ky, tjetërsimi. Edhe kjo veshje për shembull që kam unë, ky është varianti i vjetër, autentik. Dhe vajzat e reja sot, muset e reja sot atje në Has, nuk e preferojnë këtë. Pse? Këtë mrekulli. Pse? Sepse ka hyrë, ka ca dekada kështu të fundit, që ka hyrë një version me ca trëndafila që janë komplet ndikime slave, faktikisht.
Dhe nuk e edhe çmimi i asaj po shkon në stratosferë. Do të duhet të kishte një bërtim të madh në raport me këtë proces që duket e ngjashme edhe e afërt me teoritë e konspiracionit për një ndërhyrje Kjo është ADN-ja tinzare në Shqipëri. Kjo është ADN-ja kombëtare, veshja popullore. Këto po na e shfytyrojnë, po e godasin. Shko, ti the që ka një përçudnim. Flasim ata, edhe vetëm jemi të pandërgjegjshëm si popull. Nuk i njohim veshjet, nuk kemi marrëdhënie emocionale, shpirtërore, nuk kemi përgjegjësi. Ministria e Kulturës ka pasur një lloj interesi për të kontaktuar ty? As nuk kanë pasur, as nuk dua të kenë. Unë mendoj se sot institutet që merren për shembull me kostumet tradicionale ose specialiste. Ata nuk ekzistojnë për vete, lutem. Ku i kanë veshjet origjinale? Ku është fondi? Arkiva e Institutit të Kulturës. I kanë mykur. Domethënë, çka ka lënë dora e njeriut, pa shitur e pa vjedhur, e ka përfunduar procesin Mola, Tenja, Lagështia. Ku janë? Nuk ka fonde asgjë kundi. Ku ke muze etnografik në Tiranë? A ke? Unë nuk di të ketë. Shko në Prishtinë, 7 vjet në restaurim, vetëm pavioni i veshjeve popullore. Çfarë po bëjnë 7 vjet këtyre? Çfarë po i restaurojnë? Thjesht nuk kanë. Nuk disponojnë më fond me veshje autentike. Shkuam në Ulqin, nuk ka në restaurim, kudo ku janë këto qendrat e shqiptarëve, nuk ka muze etnografik. Për të parë detajet të veshjes së Shestanit, jemi ngritur kemi shkuar në Cetinjë. Atje në muzeun e Malazezëve, atje ishin më së miri të dokumentuara. Ti ke përfunduar studimet për inxhinieri ndërtimi, po? Po. Gjithashtu ke publikuar një roman I cili dy romane, po njëri prej tyre Perëndimi im, Dielli më perëndon në lindje, është shpritur me dashamirësinë, ato dy platformat Lexuesi, Bukinisti, okay. Të krijohet përshtypja me njëherë që ke një afinitet me letërsinë patyshim, po me kulturën, me komunikimin nuk diskutohet, nuk ke frikë, artikulon guximshëm teza të forta, edhe njëkohësisht I tregon nuk di kujt. Si e mendon ti? Ndërgjigjes time, unë I flas ndërgjigjes time, kush të do le të dëgjoj pastaj. Unë dua të them që unë e bëra pjesën time. Nuk ndenja, domethënë nuk heshta, nuk ndenja indiferent kur e pash që vendi po merrte të tatë pjetën. Të paktën në një linjë ku unë mundem të bëj diçka, ku ndjem që mund të bëj diçka, unë bëra. Dhe do vazhdojmë të bëjmë. Ti vet ke një veshje që të pëlqen më shumë se të tjerat, mos ma thuaj kush është. Kam disa, është listë e gjatë. Domethënë përveç xhubletës, janë disa veshje emblematike. Kjo hyn direkt, automatikisht. Është xhubleta në fakt më spektakolare prej tyre, apo ka dhe të tjera që janë breslënse? Kjo është shumë breslënse. Po tu dallohet. Po. Por neve që na pëlqejnë xixat e botës së spektaklit. Po jo, mua ma kap syrin edhe syzet. Po shiko, është kostumi Nuses kë. Nusa do shkëlqente. Veshja e rekës së epërme në Maqedoni të Veriut, e shqiptarëve atje. Është një super veshje, si për ato luftëtarët Amazona, është gjysmë veshje nusërie e gjysmë kështu uniform për luftë, me parzmore, me pare. Ke pastaj veshja e Gurguricës shumë e bukur. Am pyetet tash ti, nuk mbaroj lista. Ti e re. Po dikur kur bëheshin festivalet e Gjirokastrës, por edhe ansambli shtetit, Lili Cingu, kolegët e saj, kishin atë vallën e famshme të pogonishtes. Ato të Dropullit. Ndoshta që ato kishin një veshje shumë interesante me gjerdan të tërë, krejt imponent, që ishte jo vetëm art, po ishte edhe pasuri, po ishte spektakolaritet. Ekzistojnë veshje aq të shtrenjta nga pikpamja e stilit dhe e punimit? Po, kjo që thash veshja e rekës së epërme është goxha e rëndë në elemente, është e vështirë për të punuar, edhe ta bësh sot kushton shumë, por duke I gjetur si eksponat të vjetër nuk kushton aq. Pastaj unë do të
përmendja e kam shumë për zemër veshjen e Zadrimës, mendoj që nuk ka vëmendjen që meriton në fakt ajo veshje. Veshja e Mirditës pa diskutim, por mirëditorët kanë një gjë të mirë që e reklamojnë vetë, e kanë marrë vetë në dorë frenat e kësaj pune dhe e reklamojnë. Të paktën kohët e fundit e shoh gjithandej që veshja e Mirditës ka marrë zë, ka marrë vrull dhe është gjë shumë e mirë. Ti besoj e ke dëgjuar këto disa 10 vjeçar, ndoshta 3-4, është rritur një lloj lokalizmi pak artificial me, siç e quajnë, tironësit e tironësit. Veshjet e tyre, ato dimijat e famshme me atë kapelen me Napoleona ekzistojnë? Sigurisht ekzistojnë, ato janë, domethënë me... Mos janë këto prodhimet e ofruara së vonë, okay. Ato kanë marrë super xhiro, domethënë janë bërë si prodhime fasonerie, por edhe autentike mund të gjesh, gjen ende. Çfarë ndjesie merr ti personalisht, që je një vajzë e apasionuar mbas një fushë e mbas produkteve që janë të prekshme, mbrapa tyre ka patur njerëz që kanë punuar, që kanë jetuar, që kanë dashuruar, kanë qenë të lumtur ditën e tyre të martesës. Pra ka një histori që mund të detektohet pa shumë sforcim. Çfarë ndjesie merr ti për zonat, lokalitetet? Ne jemi rritur me opinionin e përgjithshëm që Shqipëria ishte shumë e pasur dhe kishte shumë material, kishte shumë produkt, kishte shumë veshje. Zona për shembull që nuk i kanë më, që nuk i gjejnë më, që nuk dokumentojnë më, ose që nuk kanë mundësi t'i tregojnë më. Pikërisht jugu që thash. Jugu është ku thërret Qameti për punë të veshjeve popullore. Jugu i ka humbur kontaktet me veshjet popullore shumë herët. Domethënë, në kohën e komunizmit, në vitet 80, ndoshta pjesë të dytë viteve 80. Do të thotë me ato të godasim zakonet prapanike, me atë val janë hequr, domethënë u shkëputën dhe veshjet popullore nga përdorimi i përditshëm. Edhe jugorët që janë gati, domethënë, i dorëzuan të gjitha në qendrat e kulturës, edhe veshën ato pasandaj, veshjet e punës edhe vazhduan në fabrika, në uzina kution. I lam duart jugorët dhe i humbën komplet. Edhe njohurin dhe marrëdhënien. Veriu bëri rezistencë. Në veri, do më thënë, ti i ke i gjenë ende sot, në nënat e veriut, i kanë ato në përshëndyk, të paktë nga një kopje të veshjeve. Edhe në Shqipëri të mesme kemi gjetur, me mundime, po kemi gjetur veshje që i dinim të shtukura, si thash për Bradasheshin, për Mamlin, veshjen e Labinot Fushës, hiç nuk figuron asgjë kundi. Kur e shohim të zhdukur një veshje? Kur nuk figuron në muzeun e qytetit apo bashkisë përkatëse. Edhe në popull të shikon që as njihet fare, jo më tjetë e përhapur masivisht, e plus edhe në këto aktivitetet folklorike nuk marrin pjesë me veshjen e tyre. Ka interes online tani? Ku ka bëhet ajo zhurma gjysmë terroriste? Sa as janë ja vërtet rikshë. Ka një interes? Ndjen ti që ka një interes? Paska. Ka një kuriozitet? Paska. Të bëjnë pyetje? Të tregojnë një lloj mbështetje? Që po vjen në rritje. Që po vjen në rritje? Paska, po. Por shiko, për arsye se rrjetet sociale ofrojnë gjëra që janë trendi, moderne, dukje, edhe... Se kjo është një antidote... Populli ishte empir, duke sikur nuk... Po t'u ofrosh, nuk është se ua kishte ofruar njeri, ua kishte demonstruar njeri dhe këta anë, traditën. Por po shoh që tani po t'ua tregosh edhe t'u qasesh në gjuhën e tyre, e ke parasysh t'u qasesh tradicionalisht, paska shumë t'interesuar, edhe vetëm shtohen. Kush janë njerëzit që e ndajnë këtë pasion me ty? Pra ishte zonja që të ka shoqëruar? Po, edhe që ka bërë një punë heroike sot për të më veshur. Asnjëra nga ne të dyja nuk është hasjane. Dhe kemi veshur këtë veshje që është shumë e vështirë për të montuar në trup, më beso, edhe për të mbajtur. Emrin? Dorina. Dorina, tjetër? Dorina është mikesha ime më e mirë. Kemi dhe një dy mësova që vajza që të shoqëron ty me veshje. Kirsten është zemra ime vogël, ajo është... Pra teknikisht duhet të jemi korrekt, themi që nuk është vajza juaj, është vajza Dorinës, po që ti je një godmother shumë... Vajza ime shpirtërore është, po. Tjetër? Kush bën pjesë të këtë grup? Kemi dhe një dy mish mikesha të mira, por që
duam të mbaj një profil të ullur, të ullët, modest, larg kështu kamerave, edhe ne i respektojmë atë zgjedhje të tyre. Jam shumë kureshtar kur të vi dita që ti do mundesh bashkë me miqtë e mikeshat e tua të bësh të njohur publikisht koleksionin e veshjeve. Të garantoj që do jetë një sukses i jashtëzakonshëm. Sepse kjo është më shumë se sa punë artistike. Është impresionante, është e jashtëzakonshme, edhe është e rëndë, është me peshë. Është identitet kombëtar, jo vetëm kjo, por gjitha veshjet. Ti nuk je në hartën e njerëzimit pa veshjen tënde tradicionale. Kush ke qenë? Kjo është histori, mburremi ne me xhuple 4000 vjet histori. Ha, sa mirë, na e siguron 4000 vjet histori xhupleta. Po ta kishin hedhur, ta kishin braktisur njerëzit. Është histori, është identitet kombëtar, pik. Nuk është thjesht dukje. Këtu bashkohet dukja me thelbin e një populli, e një kombi. Të falenderoj që erdhe në studio. Ju falenderoj unë juve. Është kënaqësi e madhe. Dhe unë ndjeva shumë. Pastaj me gjithë këtë setup është kjo është kështjell. Po, është kështjell, ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë. Të dashur teleshikues, ne sapo patëm një kontakt fizik me një kështjell, me një kështjell kulture, arti, krijimi. Një moment të cilën e ka përdorur Oriana Fallaci në librin e saj Interview with History, e quhen ajo.